إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmë udhëzim kërkojmë. Salavatet selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Duke u nis nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men lam yashkurin nas lam yashkurillah, ai që nuk i falenderon njerëzit nuk e falenderon Allahun subhanahu wa taala. Shfrytëzoj rastin në emrin tim personal dhe në emrin e Mejlisit të Bashkisë Islame ta falenderoj hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Është nder dhe privilegj për neve që në mesin ton e kemi një nga hoxhallarët më eminent të botës shqiptare. Unë nuk do ta marr fjalën, vetëm do ta ceki apo do ta potencoj arsyen e këtyre ligjëratave të cilët janë organizuar muajin Rexhep. Të nderuar vëllezër dhe motra, njeriu si krijesë është e dobët. Dhe nëse nuk përgatitet për diçka që nuk është e zakonshme, atëherën e ka shumë të vështirë ta përballojë atë gjë. Ne gjithë e dimë dhe në mesin e popullatës llogaritet muaji i Ramazanit si musafir. Atëherën musafiri vlerësohet varësisht se sa përgatitet njeriu, sa përgatitet që ta presë atë musafir. Kështu pra është edhe me muajin e Ramazanit. Kjo është ligjërata e 9 dhe e fundit nga ky cikël i ligjëratave të titulluar për një Ramazan më ndryshe. Arsyeja e këtyre ligjëratave të nderuar vëllezër dhe motra që janë organizuar ka qenë që të formohet apo të krijohet një ambient pra që i paraprin Ramazanit. Dhe nuk e kemi lanë që natën e fundit njerëz të fillojnë direkt në Taravi, sepse jeni të bindur se nuk e kishin shiju Ramazanin ashtu siç duhet. Jo rastisht dietarët kur kanë folë për muajin Rexhep, Shaban dhe Ramazan, kanë thënë muaji Rexhep është muaj i mbjelljes, muaji Shaban është muaj i ujitjes dhe muaji Ramazan është muaj i korrjes. Që do të thotë se nëse njeriu nuk mbjellet në Rexhep, nuk e ujit në Shaban, mos të pres rezultat apo korrje në Ramazan. Është fakt dhe gjithë jemi dëshmitar se net të para të muajit të Ramazanit xhamiat kanë pra njeriu ka më shumë entuziazëm të adhurimit. Pra xhamiat 3-4 net të para janë më plot. Pastaj fillon edhe dobësohet dhe bie intensiteti i adhurimit. Arsyeja vetme të nderuar vëllezër është se nuk jemi përgatitur mirë në muajin e Rexhep, pra për që ta presim muajin e Ramazanit. Kjo ka qenë ajo arsyeja pra që ta krijojmë dhe të formojmë një parapërgatitje për muajin e Ramazanit. Elusim Allahun subhanahu wa taala na mundsoj të arrijmë muajin e Ramazanit, ta shfrytëzojmë në mënyrën që është më së miri dhe të dalim të falur nga muaji i Ramazanit. Duke mos ja marr kohën, pra ja japim fjalën hoxhës së nderuar Shefqet Krasniqi. Bujram. Jazakallahu khairan, ahsanallahu ilayka wa baraka fika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falenderojmë të madhin Allah te bareke ve taala, Zotin e gjithësisë, dhe ai është i falenderuar para se ne atë ta falenderojmë. Dhe ai është i panevojshëm për asgjë, ndërsa krijesat e tij janë ato që kanë nevojë për te bareke ve taala. I madhi Allah ka qenë dhe nuk ka pasur asgjë me te apo përpos tij. Pastaj deshi dhe krijoi çfarë deshi. Dhe vazhdon të krijojë çfarë të doj. Te bareke ve taala. Është Zoti i gjithësisë. Në mesin e këtyre krijesave që krijoi i madhi Allah,
është edhe ky insan, ky njeri, të cilin ka të shumë e privilegjoj e dalloj prej krijesave të tjera. Rahmet madh, lëshoj madh i Zot ndaj këtij njeriu. Atëherë kur e dalloj prej krijesave të tjera e privilegjoj, e pastaj ja zbriti shpalljen qiellore, duke i dërguar pejgamber njërin pas tjetrit, zinxhir i gjatë me hallka të shumta të këtij zinxhiri deri tek hallka e fundit e që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E që ne i qojmë atij salavat dhe selam në çdo ditë, madje edhe në namaz 5 herë në ditë kur falem. Ku i madhi Allah azza wa jall na bëri pjesë të namazit edhe salavatin ndaj tij. Madje të dëshmuarit në tahiyat në shahadat se është dërguari i Allahut, abduhu wa rasuluhu, alayhi salatu wassalam, e të cilit Allahu i madhruar ja zbriti këtë Kur'an, të cilin ne kemi sot në mesin tonë. E pastaj të ndëruar Allahu neve na zgjodhi në mesin e gjithë atyre njerëzve në këtë dynja. Dhe na i ndriçoi zemrat tona me nurin qiellor. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allahu udhëzon me nurin dritën e tij men yasha këndo ai. Pra i përzgjedh njerëzit. I përzgjedh njerëzit i madhi Allah për këtë islam, o musliman. E nuk i përzgjedhja e tij nuk është si mbas racës, e as ngjyrës, e as vendit, e as moshës, e as gjinis, e as pasurisë, e as pozitës dhe dallime tjera të shumta me të cilat dallohen e krenohen njerëzit njërin ndaj tjetrit në këtë dynja. Por përzgjedhja e tij është si mbas vullnetit të tij, sipas dijes së hershme të tij. Atëherë kur i krijoi, madje ende pa i krijue krijesat. La ilaha illallah. Allahu i madhruar i nxorri krejt los të Ademit alayhi salam prej tij. Dhe i tha Ademit shtrije dorën në djathtë. Dhe pa kallabllak njerëz. E Allahu i tha, këta i kam krijuar për xhenet, dhe me amelet e xhenetit kanë me punuar. Shtrije dorën e majt, e shtriju dorën e majt, dhe plot krijesa. Këta i kam krijuar për xhenem, edhe për xhenem kanë me punuar. La ilaha illallah. Pra Zoti diti herët, para se me na kriju neve se kush do t'jetë prej xhenetlive, kush do t'jetë prej xhenemlive. Thoj ndryshe, kush do t'jetë prej atyre që Allahu do t'a udhëzoj me nurin e tij qiellor pasi të lindë të del në këtë dynja. Edhe kush do t'jetë ai apo cil do t'jenë ata të cilët nuk do t'a pranojnë nurin dhe dritën qiellore. Madje edhe nëse janë familjar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Familjar, jo vetëm gjenerat e tina, e me pa e me ndëgjuat, bekuar, por edhe familjar, ama lidhja fetare është me forcë se ajo familjare, edhe për zgjedhja kanë me udhëzu Allahu, prap kthehemi në atë që thamë me lartë, nuk ndërlidhet as me familje. E Allahu për këtë na tregoi që në fillim të dunjas për Nuhin dhe të birin e tij. Se çfarë ndodhi mes tij dhe mes tij.
e pastaj tek Ibrahim dhe babai I tij, deri tek Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam dhe agja I tij, I cili e kishte rritur dhe edukuar në vend të babas të prindit, të Abu Talibi. Në mënyrë që t'jetë shembull dhe mostër model për neve. Mësim se udhëzimi është në dorën e Allahut. E ajetët që flasim për udhëzim janë sa të dush. Sigurisht se të nderuar që nuk është teme jonja. Teme jonja është me folë për ata që kemi në prag të derës, apo ai që po na vije që është Ramazani, se që para priu imami I nderuar, miko dhe vëllai jonë shumë I respektuar, e që unë e falenderoj Allahun fillimisht, e pastaj edhe këtë mejlis Bashkisë Islame këtu në Ulqin, të cilët na kanë ftuar dhe ne sigurisht se me kënaqësi e kemi pranuar ftesën. Jo se ndoshta do të themi diçka të re, por që ja kujtojmë njëri tjetrit, dhe së shta efendiu të para pregaditemi për këtë muaj të madh që po na vjen. E pse ka këtë si parahyrje është sepse robi çfarë të thot tjetër pas të kënaqet, të freskohet e të ushqehet, kur I sheh këta vëllezër dhe këto motra, këta musliman të cilët kanë ardhur me ngu fjalën e Allahut, me ushqy shpirtin me mësimet profetike e me këshillat e ulemave, me mësu prej dinit diçka, e nëse jo me shiju ngrohtësinë e qëndrimit në shtëpia të Allahut, që është ibadet I madh, dhe ngrohtësinë e bereqetin e prezencës së melaqeve të Allahut, siç ka ardhur në hadith të vërtet, ku nuk ka grup njerëzish të cilët mblidhen për ta kujtuar Allahun, e që nuk I shoqërojnë ata melaqet e Allahut, pra melaqe enkas të krijuara, të cilat shëtisin e për dynja, duke lypur e kërkuar ku ka mejlise të dijes. Dhe më ullë bashkë me ta dhe më ndëgju bashkë me ta, e aty ku ka melaqe gjithsesi ka rahmet Zotit. E aty ku rahmeti Allahut është çdo e mirë, duke filluar prej shpërblimit, sevapit, e qetësisë shpirtërore, e ushqimit shpirtëror dhe rënd të tjera. Vëllezër dhe motra, ky Kur'an na ka zbritur neve gati që 15 shekuj. Në mesin e atij Kur'anit të madh, Allah I madhruar në surën Bekare, që është surja më e gjatë në Kur'an, dhe më përmbledhësja e dispozitave, ahkamve të shariatit, të halalit, të haramit, të urdhrave, të farzeve, të Allahut, të urdhëresave, të ndalesave. Ndërto zbrit edhe ajetet për agjerim. Dhe muslimanët ndëgjuan këto ajete në vitin e 3 hijri, vitin e 2 hijri. Ndëgjuan këto ajetet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi u shpjegoi edhe me hadith, me thënjet e tij të ëmbla. Ani pse ata kuptonin mirë Kur'anin, kuptonin ajetet kuranore. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ju musliman, subhanallah, sahar I madhi Allah në Kur'an na drejtohet me shprehjen o ju musliman. Gjithmonë siç ka thënë Abdullah ibn Abbas, mas kësaj thirrjeje që na drejton Allahu, vjen një urdhëresë, vjen një këshill, vjen një porosi prej të madhit Allah, andaj që të dorën në vesh dhe prit se çka po na thot I madhi Zot. Në këtë ajet kuranor thot kutibe alaykumus siyam, o bëju obligim agjerim.
ashtu si që është bërë më herët atyne që kanë qenë para jush, të krishterëve dhe qifutëve, e që është argument i prerë se edhe ata kanë pasur legjitim pjesë të shariatit të tyre agjerimin. Por ashtu sikurse që kanë devijuar shumicën absolute të fesë tyre, kanë devijuar edhe këtë farz. Ama më rëndësi ka qenë të këta agjerimi dhe vazhdon të jetë të këta, por krejt form tjetër e që nuk është teme jonë. Dhe Allahu vazhdon të na flet për agjerimin, derisa thot femen shahide minkum ash-shahra falyasum. Ai i cili e zën gjallë këtë Ramazan dhe që nuk e ka ndonjë pengesë që ja lejon mos me agjëru, falyasumhu, le ta agjëron ata. E ndëgjuan sahabët Allahun e madhruar, respektivisht pejgamberin duke u lexuar këto ajete kuranore. E pastaj pejgamberi me shumë hadithi u tregoi për agjërim. Derisa në disa hadithe, në disa raste tregoi se është edhe për shtyllave të Islamit dhe jo vetëm farz për farzave të Allahut, sepse ne kemi shumë farze në Koran, por nuk janë të gjitha për shtyllave të Islamit, ndërsa agjerimin e veç ai bëri për shtyllave të Islamit. Dhe musliman vazhduan m'ja mësue njëri i tjetër, gjenerat pas gjenerate, këtë farz të madh të Allahut, sikurse farzet e tjera të Allahut. Vazhduan me kuptue çka dërthet agjerimi, çka obligohet, çka ndalohet, çka na urdhërohet në Ramazan me ba, dhe kështu me radhë gjërat të cilat e prishin Ramazanin, çka preferohet në Ramazan e të tjerë. Krejt këtë që 15 shekuj musliman, qyshe kanë përcjellur, që kanë majtë men, të jam mësun janë i tjetrit. Nuk ka pasur media, me ullë para televizorit e me nguhe këto e në qabe që ka flet. Por në anën tjetër, nuk ka munguhe njohuria, njohurit nuk kanë munguhe, ma dje kanë qenë shumë atë informuar se sa ne sëtë. Pse? Sepse kanë kuptuar rëndësin e marrje së dijes apo zënje së dijes fetare. Qyshe adhëron Zotit të pen joftë? E qyshe një pa mësu, e qysh mësën pa ndëgju hoxhën mësusin, malimin, ndërlidhe njëra me tjetrën. Andaj derset, mezhliset e ilmit, të dijes, po edhe këshillave, nasihateve, deri tek hutbet, të cilat janë urdhër i prerë ato skuzojna me prek. Kanë vazhduar që 15 shekuj. Dhe subhanallah, në periudhën kur janë ndërprerë, sikur që ka qenë tek ne çështja komuniste apo periudha komuniste, çka ndodhi? O kriju një boshlluk, një ignorancë, një gjahiljet. Sa që erdhi koha dhe me thonë, ja, për sa të dush musliman, po jena musliman, ama s'ka Ramazan, s'ka se për namaz. Asë gjë prej dinit nuk jë mbeti. Ose po agjerej 3 dit, të paren, natën e madhe, edhe të funit. Dhe duke me ndu se pa bënd diqka, Gjehel. O rritën fëmijët e tyne, o martua në bënën prind, shahadetin nuk pat kush jam mësan. Shahadetin. A shëf shka dhe thot mungesa e derseve, e mësimeve. Kryohet një vakum i madhe, o musliman. E pasaj njerëzit nuk din, dhe ai që nuk din jetën sikurse në një mjegulli, në huti. Në zanë vdekja nuk ta pyet një robin. Me laqja vdekjes nuk e ka detyrë. Me pyet robin, a është i përgatitur apo nuk është i përgatitur. Nuk e ka dert.
Me la që vdekjes e këshyrë vetëm kohën dhe vendin dhe qastin dhe mënyrën që është mja marrë shpirtin robit. Kaq! La ilaha illallah. Andaj në dhimbën shumë ata musliman të cilët kanë vdekur peshi ju e belësirën e Ramazanit me qenë se jena në prakt Ramazanit. Pra, qysh mos më gëzo robi kur e shef ta vllazni të cilët vinë me ngu diçka me mësu për këtë din. Për çka? Me adhuru Zotin ala basire, me suqelsi, me nuri dhe me dritë, e jo me ignorancë. Nuk adhurohet Allahu me ignorancë, e me teke që shteke ty dhe mu. Jo, Maria. Nuk ka diçka të tillë në din ka thënë Allahu, ka thënë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, dhe përfundoi çështja. E tani aty ka gjëra të rënda, të lehta, aty shkurta, të gjata, janë çështje se cila veç, po edhe bazë personit. Se çështja Ramazanit, ana vjen e verës, kur është me agjëru 18 orë, apo diku atje 22-3 orë, në Skandinavi, kur vija agjërimin qeshorën korrike, apo vija që në Arabin qeshorën korrike, kur temperatura arrin 55-60, apo i ki kushtet jo të mirave, që kanë pas prindët tonë, ku se kanë pas dërt agjërimin, se kanë pas dërt që me hangër në sëfër, me qa me ushqyë e rëbë njëftarë, me qka? Krejt këtu mund të ndryshojnë, se kurse konstrukti njeri ju të robit, dikush është ma i fort, edhe po të ishtë obliguar 3 muaj, 6 muaj me agjeru e agjeran. Agjeran a i sepse është i fort, po tjerës mujnë me agjeru. Pra pa marë së shkrejt këtyne obligimet a Allahot të mbesin si të janë. Sepse ne jena musliman, sepse kem besu Koranin, e kem besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kem besu atë që kanë thëtë Allahu dhe Rasulullah, sa është hak alaihi salatu wassalam. Të dashurit e mi, edhe pak dit, edhe po na vjen ai mësafiri bekuar. Dhe tani, a thunë ne e meritojmë që të nderë kaq të madhë, që ne e banë Allahu me këtë Ramazan, la ilaha illallah, është me rëndësi, kujtaj. Më nalë njeriu, më nalë robe me kujtu me thonë, o Zoti jam, thuj ndash më ndryshe, sa i mirë jeti, o Zot. Sepse po mës ma beshe ti Ramazanin, o Zot, o në 11 muaj nuk mujta me ta gjëru. Kush shumë nali? As kush. Por e shef që ka do të thotë kur është vullnetare. Ndërsa kur është obligative detyrimore, dhe robe kupton se nuk ka tjetër alternativë, ai që beson Zotin hak dhe njeh lartmadhërinë e tij, që thamë pak më herët e di farës e tina, e kupton se Ramazani është i kryer. Është çështje e përfunduar. Ka me agjeru, ka me agjeru. Let vije verës, kur vjen verës, let vije dimnit, kur vije dimnit. Let jem disponim, mës jem disponim, let jem angazhim, e angazhuar, mës jem e angazhuar, e të tjerë. Ka me agjeru, edhe agjeran robi. Po mës na kishtë obligua Allah me këtë Ramazan. Nuk do të kishëm agjeru. E mund thot dikush pas taj, anide, e këshëm pas ma lehtë. E këshëm pas ma lehtë? Po, mirë. Është të vërtet që këshëm pas ma lehtë. Ma lehtë për çka? Për me jetu, apo me hynë xhenet? Ma lehtë për çka? Për gjithë gjë. A ma lehtë për me jetu, a ma lehtë për me hynë xhenet? Jo, valla për me tu se për xhenet nuk e di, unë e pe di pra. Nëse nuk e din ti, pe di unë. Sepse edhe Ramazani, edhe namazi, edhe zeqati, edhe haxhi, dhe rang të tjerat, për çaj ka ngarku Allahu robët e tij me to? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mi u sprovuj madhe Zot,
mi qitë në sprovë, në test, se cili prej jush jeni më punë mirë. Tash Ramazanin tonë agjerojmë. Ata që besojnë Zotin hak, e që jenë nisë për xhenet, po. Reashtem gjithmonë bojnë ato grupet e cilat Allah ka justifikuar, e që ato janë të justifikum për Zotit. Por ta që nuk janë të justifikum, e që jenë nisë për xhenet, për musliman e kemë fjallën gjithmonë dhe të me agjeru. Por, a kanë të në sevapin njëjtë? Ata në agjerojnë Ramazanin. Jo, nuk e kanë njëjtë. Nuk e kanë njëjtë. A në pëset njëjtë të farë e krynë. Sepse nuk e presin njëjtë Ramazanin. Sepse nuk ja bëjnë hizmetin të gjithë njëjtë Ramazanit. Sepse nuk gëzohen të gjithë njëjtë që përvjen Ramazanit. Sepse nuk mërzitën njëjtë kur shkon Ramazani. Andaj edhe dallojnë. Pra, Allah në ka kriju me në spravu cilë është më i miri. Në këtë rast, cili për ju shoj ju rab, e pret me letë këtë muaj të bekua. Ne e lexojmë dhe ua për cilën gjematit. Se gjeneratat e para, e që kemë për qëllim 3 shekujt e parë, 6 muaj para se më ardhë Ramazani, e kanë lutër Allahun, o Zoti jonë, mundësën ata presim Ramazanin, mundësën ata presim Ramazanin, mundësën ata presim Ramazanin. Një me ti madhë pritja Ramazanit. Dhe 6 muaj pas Ramazanit, e ka lutë Allahun, o Zot në pranon Ramazanin dhe adhurimet i badete që këna bënë Ramazan, në pranon Ramazanin dhe adhurimet i badete që këna bënë Ramazan. Qëka dhe të thëtë kjo? E mos flasëm sa kanë qenë përkushtuar në Ramazan. E qëka të regon kjo? Kjo të regon se se i kanë pritur detyrat të quajmë kështu, obligimet e Allahut Azza wa Jall. A i kanë prit me thonë që është e kenjane atje, unë që kam dëgjuar atje, por më theka njërit që kanë dëgju, kër ishte Ramazanin korrik, para sa vite i karatash, por nuk është shumë më të e punë, në me në zetë, dë vite qëlloj shumë zetë Ramazani, edhe e vend që mi dhonë nga ere gjematë, the ke po vinë Ramazani, kuku për neve, ta nuk kam në mytë. Kush i gjallë, nuk kam e dalë në bajram. La ilaha illallah. Që e ka thu, kime pati, si s'na me pështu. Jo, këna me pështu, Allahi të tanë, që ata që ka thot Zoti, këna me dalë në skaj. Ramazani, la ilaha illallah, o musliman. E nuk vim në mytë. Nëse thume në lodhë pak, po këto është sprova, kuptimi sprove, cëllë është? Cëllë kuptimi sprove? Me të urdhru diqka, me të ndalu diqka, me të këshyrë ka pa anënti. Kur të ndaljan, apo ndalohesh me njëherë, edhe pse ta kona. Se kur se lieko haram, me rëshfete, me komate, me dalavere, me mashtre, me panjerës. I lehto, nefsi e dënë. Nefsi e dënë me u pasuru leht. Mund sështë pa njërës heq. Nefsi e dënë. Se jemi si yti. Që që dëllë jemi pe i tanit. E pe ati tjetërit. Nefsi o nefs. Një njeri ju në këtë dynja e është Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka pastruar. Ja ka qelë zemrën. Që shka arë në për hadithet qartat. Kur ka qeni vogël e i bekuar. Për afersësh moshën 4 vjeçare. Te fisi ben Isad. Fëmi i vogël, Gjibrili me një melek tjetër, ja qanë gjoksin, ja nëzërën zemrën, ja këqë një pjesë, e që është, që kjo që nefsi, ja lajtër mu i zemë dhe ja qepen. Dhe dejka pa zemë këtë të kuqe, se kur bëhet operacion, në gjoks. Dhe ja e ka qenë nefsi tina. Të tjerve jo, që pastro ti vetë nefsi. Ti së pastro vetë, luftoje. E këtë quhet gjihad, i nefsit. Gjihad i nefsit, që është ma i ranë se sa i armikut. Pra nefse lip më pasonue, se jemi si yti. E lip me shtimegjen të këshia që atë në tanë, e lip me zgatë borën që atanë, e lip me zgjenu dyrë që atje, e lip nefsi. Mja bëhe vladë dhe tu milan shumë pasoni. A pëse i dëmëtën të këshit e të tjertë, nefsi në klodhët me atë punë. Por, nefsit e themi stop. Dhe që tu robi matët. Pra Allah i madhruar me këtë Ramazan,
Thamë po mos të ishte Ramazani, qa kish bo robi? Qa kish bo robi? Kish hup shumë, sa të dush shumë. Dhe jo kish vështërsue rruga, sa të dush për xhenet. Po? Pra ama leh për dunja, po. Ama nëse mendon për xhenet, e jo, valla. E jo. O, musliman. Rëbë të sinqert, Allah na bëh prej tyre. Zëtën krejt agjërimi, fokusohet në një pikë, e që është arritja shkallës së takvallokut dhe veçmërisë, respektivisht ngritja e sajna. Me forcu takvallokun, me trash, la'allekum tattaqun. La'allekum tattaqun. Agjërën o jo musliman. Sepse me agjërim arrini shkallën dhe veçmërisë. E pa dhe veçmërin xhenet nuk ka me hi. Pra Allah me këtë Ramazan, çka dën? Sepse mund të thot dikush, a Zotin zër me nejtë pa humër papia, është e vërtet së në zër. Dhe e u dhe billah, e menuna diçka të tillë, na musliman që Zoti ka nevojë për agjërimin tonë. Por ne kemi nevojë për lakmadërinë e tij. Ai e ka zgjedh një rrëbi rrugëve, metodave, mënyrat që më afrohet te lakmadëria e tij, agjërimin. Andaj ne agjërojmë. Dhe mas pakti ne kemi dert, apo mujmë as po mujmë, ne kemi dert më të madh. E që është qysh mja dhanë hakun Ramazanit. Këtu duhet fokusohet të robi. Dhe këtu janë fokusuar të partë të tanë. E ne duhet të ndjekum rrugën e tyre, o musliman. Se cili prej nesh, të bëhemi shumë të sinqert, se pas sinceritet, s'ka bereqet, dhe pas sinceritet, që fitove? Te Allahu je zerra, bile jemi nus. Andaj do t'jemi të sinqert. E pjesë e këti sinceritet është me tregu që krejtna, pas ata që Allahu i përzgjell, e që janë pakic. Pej fillimit Ramazanit, para Ramazanit, dhe në Bajram, dhe të në kryesore kena, qa me huar për shefer dhe qa me huar për iftar. Dhe ku me shku në shefer dhe ka me shku në iftar, ma shumë se sa në shefer, ku me shku në iftar e ka me thjerë në iftar. Qa i bje kja? Kja i bje rrëth barkut, apet. Që të silët e po. E qëna do të me huar të ta në Ramazan, edhe shefer edhe iftar. Por, mi matë senet. A i bëjmë planet ne qysh me u avancu më ngritë i madhi Allah në Ramazan. Dhe du më nalë një 2 pika, që ma bëni halal për të dyjat dhe që anë ti për të paren. Para se marë kë Ramazan, pra të përgatitemi për Ramazan. Një bo veti një kontrol, një korrigjim, nëse mund të themi. Sa jë më bërë mirën e qëtash? Para se marë Ramazani. Dhe, a më me prit Ramazanin më mirë se sa që jam qëtash? Apo, a dohet një me ndryshone për së mirën Ramazan? Apo njëjtë, sepse s'ka kushka ma mirë se one, ku me shkune ma i mirë? Robët e të menu këto. Për shembull, vjen muaj Ramazan, dhe tashmë s'mja nis një kanja, jo pe veti. E tash ka zëtan pse jo pe veti, por shumë pe neve, si këtu, si në vendet e tjera, i nëzën Ramazani dhe s'flet me vlla. Në nëzën Ramazani dhe s'flet me kojshi. Në nëzën Ramazani dhe shkon Ramazani, kësë flet me në kolegën punë atje. A në regull? A do të më përmirësu? A po thot Allahu, u a ka bërë obligim Ramazanin, la'allekum tattaqun, në mënyrë që të arrini shkallët dhe veçmërisë? A po thot? E qysh do me kanë të rëbit dhe vetë shumë? Kurse vllaun të në kore sheh, turbullohet dita. A ki vlla muslimana nuk e ki. Qoftë vlla pe barkut e pe barkut nanës tane, qoftë vlla pe i dinit.
Qysh ja lejan vetë vetës robi me kalu java e muaji, e viti, e me ardhë Ramazani, me shku Ramazani, këplet njerëzve, apo disa, apo qoftë një, nuk i flet. Ku e ngritja avancimi? Ku? Dhe të bëmë të sinqerë. E ta se cili din vetë vetën e vetë. Mi thash nuk filloj për i meje, sepse nja kam dhanë besën Zotit, dhe ka me majtë me emërti. Nuk du me hinë dhe e me pas ndo një rabë që thët la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, e unë me qeni leqitën me ta. Dash të më këtë bëzëllum, dash mës të më këtë bëzëllum. Nuk du të. Du të dalë para Zotit tem, e asë një njerin dënjat, më së mujtë me thonë se filani, më ka leqitë së më ka folë. Jo. Sikur se për Ramazan. Du dalë para Zotit tem dhe Ramazan e kam të krynë. Tanë, a ma ka pranua, a s'ma ka pranua, e s'ma ka shpërbly, s'ma ka shpërblen, është kompetencë tina. Por unë, a ka me agjeru po me emër tina. Po pashat madhe, në Allah ka me agjeru, sikur se namazin. Me falë po, me emër tina. Tani betet e drejtë e Allahut, a na pranon, a na shpërblen, sa na shpërblen, nuk e dim. Sepse ka dallim me ta pranu dhe ka dallim me shpërbly. Sikur se agjerimin, pa dhe namazin, pa dhe haqin. Robi shkon me para haram e halal në haqë. Dhe thët lebejk, Allahume lebejk. Qysh lebejk, Allahume lebejk? Ndërsa ke hamar haram, ke pi haram, barkin haram, ke udhku me haram, jarë në qabe me haram. Venin matë shajt në dynjat, jarë me haram. Ose ki plet shëtore në haram atje, dhe një pjesë e madhe ati haramit, shëtore stane, je shku me ke ras barkin mas pare Allah i ndërëf, e vlet të tu, e teshat të tua, e një pjesë do shtë edhe rrugës se ke marrë atje, edhe thu lebejk, Allahume lebejk, jo pasha Zotin. Po thu jo Zot, koku për mu, e koku për mu, e koku për mu. Jo, shka ne po. Pra, tash që ke person, si mba sulemave atje, me këshyrë fetfan, aj, pranohet haji këtina, apo një njeri në Ramazanit cila gjërë në Ramazanin, inshallah Allah në mësën dhe presim e pak dhe të kanë betë, nëse kena ymer, e agjeron, pa hur, pa pi rrin, njët e bën, kushtet e ka pësu të agjerimit, por, sen pun të harit në Ramazani shkrete nuk bën, i e vetëm kaq, por me këtë goj, s'ka kush, dhe të me ikë pëjtina, dhe të me ikë, që tjetë në qafë, si mi pos 100 bela njëri në Ramazan. Që kjo Ramazan, ja? Që kjo Ramazan, që synimin e ka takvallok me të ngrit. Që dhe me thamë me të ngrit të Zoti? Me të bëtë vrajsh, tashmer, me të tut gruja, me të tut fmija, me të tut mahalla, fmija në mahalla, që me zatet me ty. Apo ko lekë të në punë, me thamë, më si falë në Ramazan, më si falë, se këna mytë. Që këna myta? Që haqëron kë? Që harë bëmarë papi kë? Ose shanë, malkon, në regullë e ke puna? Pra tanë këta njerës, deri taj që falë namaz, që falën pak më herët, namazin e falë, po kur dynjat nuk din, ku hini, ku dul, që akne imami, që ka bon imami, sen s'din, se s'ka namaz heqaj. E që në ndodhë tanëve të mirët në të mirët, nëse gjithë shpesh, nëse shpesh jo rralë, tash që të krejtë këtu një badete këtu. A lahet borë që, po inshallah ta'ala, a mo që të mbetet. Që të mbetet, pa në përdojna që të musliman. Në përdojna kër qkojna në haqë atje. Mi që ato hadithe e urdhresa, e porosi, e përgzime. Të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili bën haqën, wa lam yarfuth, wa lam yafsuk, raja'a kayomi waladatu ummuhu, e run haqën, e bën me njerë, se tjera dhe ruhet në haqë atje, kthehet sikurse që ka lindur nana vetë. E që i bje, pa gjënahe, për të njëjtë në gjahë dhe kë Ramazan, nuk duam të hymë në Ramazan, e të dalëm për i ti që shkemi hy. E lajtëm një bërqë, por me shtin gjep diqka, jo. Pra, kjo është këshillë e Allahut, edhe urdhër i Allahut, sepse Allahu ka thonë, inë me lë muminun e ikhwe, besimtarë që në vlazën.
Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith Bukhari dhe Muslimit, nuk i lejohet, pra ka haram. Robi i cili beson Allahun dhe ditën e gjykimit, en yahjura akhahu fawqa thalath, me leqit vllahun e vet mbi 3 ditë. Vllahun e vet. Nuk është vllah nane pe babë, kjo është dyfishuar pasaj. Të mëkate më i madh për vllahun e vet musliman. Këshin e mikun e shokun e kolegën e tjerë. Yarudu hadha wa yarudu yaltaqiyan, fa yarudu hadha wa yarudu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. Ata ndodh takohen. Thot pejgamberi alayhis salam, dhe ky ik pej ti dhe ky ik pej tina. La ilaha illallah. Pra e shef vllahun e vet mënohet me rrudhën. Përmes me i fol. Wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. E me i miri ty në shtaj të dhe fillam me selam. Që e thënë këte. E pse ka thonë 3 ditë? Pse s'ka thonë heq? S'ka thonë heq. Sepse na jena njerëz. Sepse kem qatë nefs, që thash më herë. E kem qatë nefs. Dhe ka i qaj nefs që e kem, na bën presion të madhë. Të bën presion. Dhe kur dikush të rënën, të fynë, të aprish, që themin jetë nërvëzën, të vetë ty u ndikohesh. S'mu në nalë, s'mu në kontrollën. Andaj reflekton kjo në leqitje. Edhe s'do me pa me sy. I në gjendje tranë emocionale. Shumë tranë. Po ndodhë kjo. Që ashtu është i krijuar insani. Sepse ka nefsin. Por ai shkon të shtëpia. Nashta natën s'flan, sepse fort ja ka prish, fort e ka nervozu, se ka prit për tina. Ta natën le pa flaj, dhe kujtohet, e mediton, e qaj banane, e pse boni këtohen, e pse më fyti, pse më shajti, pse më hangër të drejten, pse më fejnë fjallën, besën, ku për punë të ndryshme, që zakonisht dënjasën krejt. Pastaj ditën, pastaj prap natën, prap ditën. Po dikur kë, do të më nale më kujtu me thonë, o, filan e fa veti, o, filan, që tash, jetë e te pro. Po kësë dërajti, bre? Po kë nuk dërajti. Që tash, jetë e te pro. Tash je ka bëhesh, argati fort i nefësit tanë. Po donë me gjdo kusht, nefësin me nga dhëny. Nefësin me nga dhëny. E që e bije kjo, tash i bije keq shëriat. Ke bije shumë keq, sepse bije dhe të pëlqim, sepse bije të krenarinë në nalt, e ta ka thyja i tjetëri. Vla është, vla bre, vla. është sekur në transmetim, e buhurejre, ose bodhar njëre për tyre për momentet se kanë herë në shpejtësis për të kujtojnë mirë hadithet. Radiallahu anhu, i ka thonë Bilalit, ndo këtë bëdharë, i ka thonë Bilalit, jebne Sauda, oj bia e zeshkanës. I Bilali me ngjyrë, Afrikani habesht e Etiopis, e ta shky me ngjyra dalë për një gruje, se nane veç asë kure. Po këti i dul për i goje. Bilali e prek. E pejgamberi tha, a gjahiljet për fola, me ignoranca, sa në gjahiljet e ta, qatë që më pënduaj, sa që jo që ke falje dhe kaqë, por e tha pasha Zotin, nuk levizi veni, pa e qitë kamën tanë të që të në qafë tanë, ki më më shkel, me ma ullë unin tanë, të marë mësim, modesti, ta gvallok e thëjnë sajna. Ose një herë o kape po Bekri dhe Omeri, me thonë dikujna, o ka ca fëtë në kapën, e bu Bekri dhe Omeri nuk e besan. Po jo, beso se edhe njerëzën kanë të dëtë. Pse në matë mirë të në dënjat, mas pejgamberve, është çështje tjetër, por prapë se prapë janë njerëz. Ama, kur pejgamberi ndëgjoj, dhe doli për dhomës vetë, e ka pa shtëpia gjithë në xhamia, ta në xhamia hëngrën. Dhe o s'ko që tha, a jaranin tem, a shokin tem, krejt që ma kënë këthy shpinën, këm ka qëndru, për mas, krejt një kënë luftu, këm ka mbrojt, foli për Bekri. O, zati madhë.
E lavdroi shumë Ebu Bekrin. Omeri tash tur me puth mballë Ebu Bekrin, ja Rasulullah në gabova. Me njerë pajtu, me njerë. Ebu Bekri, ja Rasulullah në jam pajtuar. Nuk e lanë me shku mangat. Dhe jo e të mkaq. Por pejgamberi alayhis salam na kem pse prit me xherim, sepse është hadithin që kemi para. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, hadith Muslim, turadul a'malul ibad, amelet e veprave, amelet e robëve, i shfaqen paraqitën Allahut kulli yawm ithnin wa khamis, çdo të hane dhe të ajde. I shfaqen paraqitën amelet e tua dhe të mia të çdo robi Allahut, çdo të hane dhe të ajde. Për ata për sëneti, për arsye pëse sënet me agjerua. Të hanë e tajten është edhe kjo. Nga se pejgamberi vetë kanë sallallahu alaihi wasallam, të hanë e tajten, amelet i paraqiten Zotit tim. Unë kam qef, kur të paraqiten amelet e mia Zotit tim, me qëllua agjerushëm, dhe sënet me agjeru. Të hanë dhe tajten. Dhe kënë të cëtëroj për agjerimit, më të dashur të Allahu, të bareke o ta'ala. Për pas edhe një shkalla me nalë, e që është agjerimi i Davud alayhi salam, kanë e isumu jomen, o juftëru jomen, çdo ditë ka, një ditë po, një ditë jo, një ditë po, një ditë jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith pa thot, "Fayaghfiru Allahu li kulli imri'in lam yushrik billahi shay'a." Allahu kur të paraqiten veprat e robit para tina, e fal çdo njeri i cili nuk i bën Zotit shirk, përpas kanë dy personave të cilët nuk flasin mes vete. Dhe thuhet, da'huma hatta yastaliha. Keni këta, që të amash, desa të pajtojnë me zvejtë. E qysh marrë në Ramazan? Marrë në Ramazan, mështë në falë neve të gjenahit? Apo i sënime e kërësore të robit janë? Me në falë më bërë Ramazan, se me në falë gjenahit. Andaj këshila jam për vete, për vllaznini, për dalë tim tjetër. E haqëllar gjithmonë atë sekë në Ramazan, në bajrame, pajtoni me zveti, afroni me zveti, pasha Allahun për këshillave më të forta, më të mira, është kjo. Dhe nuk ka hajrin ty dhe në mu, për deri sa ty vllath nuk i flet. Mirë, ka raste këtë pak e tri fjallë këtë meseli më se veç fenëm, ka raste ku lejohet mës me folë ma gjatë, po. Ma djemë në Bukhariu, Allah e pas më shuruar, një kapitull, ati nën kapitull dhe cek, rastet kur lejohet me bu hijret, me leqit vlan, më shumë se sa 3 ditë. Dhe pas të pjesë të titlit thët, se që veproj pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, me Kab ibn Malikin dhe 2 shokët e tij në luftën e të Bukut, të cilët nuk marrën pjesë në luftë, nuk patën arsye, po nefsi i tyre nuk i la. Sa ta më vënë thamë, ja Rasulullah me të rajti Zotit s'mujna me rajt. Arsye nuk patëm, por pritum, gruaja, fëmia, ma kapit dënjaja, pritum me orë luft. Pritum, 50 ditë pejgamberi si foli. Edhe i ndale dhe shokët e ti me i foli. Deri sa mas 50 ditë Allahu i s'pastraj. Në surët Tobe, atë cek Allahu këtë regim. Për ata ulemat të gjithë kanë thanë, se po lejohet me bo hijret ama në rase shumë specifike, mbi 3 ditë, që kanë të bëjnë me anën fetare. Nëse njëra bën harame të mëdha dhe hap tazi, dhe nuk të prohet, dhe nuk pëndohet, dhe nuk më shefet, atë këtë të më hati si flasë, dhe në kiamet nuk i flasë. Nuk i flasë ati ditë këthehet, për hatër të Allahut, sepse shkanë bën harame hap tazi, dhe për hap fesad. Pse bën harame hap tazi? Dhe kanë se këtë rast Kabit. Ose për me eduku personin. Nëse me ndonë se ka hajte, për shamë lejohet prinde vladën e vetë më si full 30 dite. Nëse smërë vesh e vladi, dhe nuk e ndonë babën, gjithmondin, baba ka të drejtë. Por për dine ka, e përdor metodë me eduku. është cekur se Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Umeri, në fakt, në djallë tina, e kanë ardhur 2-3 variante për emrin e djallit tina, kë në një mezhlis, e cekin një hadith, Abdullah ibn Umeri tha, kam dëgju pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam duke thënë,
mos i ndaloni gratë juaja me ardhë në xhamia natën, në yatsin sabah. Mos i ndaloni. Por shtëpiat e tyne me të mira. Më falë to. Kësha tha, pejgamberi tha, ka thonë zdalem, po ty be kam ndalu e në të arë gruja jam, natë në xhami kur. Kjo këthi djallit vetë dhe tha, one po të thëmë, ka thonë Resulullah, e ti po më thumë muë, one bëj kështu, kur deri dek folë si ka. Djallit vetë. Por jo për dunja. Por se burri grosë nga gruja, së nga ty, bëtë nga. Dhe lejohet burri mi 30 gruan, mës mi folë grusë, pa lejohet. Nëse shë që nuk e lena sana, 30 e zgjate. Në zgjate, pa për shpis për se qëtë. Se këtë ndaluar. Pas është ta këshëllash. Këtë në rast të fetare. Ose kanë thonë në lemat ata që bëjnë bidate, ehlil bida. Bidat gjitë të mëdhej që për hapin bidate. Për mi të regu të tjerve se kjo ka keq. Mësë nga një këta. Ta që lematët më marrëvesh. Me thonë filan hoxha, nuk ju flet filan pse? Pse bidat gji. Andaj, pse ne flasëm? Shë, pas është presim psikik që haj më afru. Dhe mas të shku mas bidatit tina sepse prishë shëria. Krejt kënë janë. E ne kur prishëm me vlazni me zveti. A prishëm për dina për dynja? Për dynja. Për personalitetin tonë, unin tonë, egon tonë. A në regull kjo punë pra? E jo. Andaj, kjo është këshillë e mirë kujtoj për të gjithë ne, e që përsërisin të gjithë të gjallartë, gjithmonë fillim të Ramazanit, në fund të Ramazanit, për Bajrame, ju musliman pajtoni me zvete, afrani me zvete. Mës në nëzën Ramazani, pa qenë të pajtuar me zvete. Leti sa e dënë nuk e dënë. Në islam ka kufi. Kër thëtë Allahu inne me në mu'minune ikhve, vërtet besim të këtë lazën, këto futen. Musliman të mirë e musliman të këqi. Ata që të bëjnë hajrë, ata që të bëjnë shërë, ata që të dojnë, ata që të dojnë. Qa kemi ba? Musliman është ajë Allah. O musliman Allah, kam hak të përgjithë shumë dajtina. E që bimi adha një selame, nëse është mja përcjell gjenazë kur dese, nëse ka ndonjë smundje që ka nevojë me shkumini muhe, obligimet përgjithshme. Ndërsa të veçanta, të veçanta. Çështja tjetër të nderuar, është muaji Ramazan, muaji i Koranit. Dhe sigurisht ata që kanë qenë para nesh, kam fjalën xhallartë që në pas ziratat e mëhershme, po edhe pe imamit. Të gjithë kemi ndëgjuar dhe e dim se Ramazan është muaji i Koranit. Çaj bie kjo? Përderisa ne në Ramazan duam të ngritemi te Zoti. Atëherë aja vlen, a guxojmë, thuj hala ma qarë. Ta injorojmë çështjen e Koranit. Ku është leximi i Koranit për muslimanëve? Ne e kemë parasysh. Sepse jena bequ dhe vllazën tonë dhe jena njëri me tjetëri me rrit, veçantina që jena më të moshuar. Ne e dim se sistemi ka bërë vetën. Por kjo nuk do thashtë që është arsye dhe se dhe mbetet ditë vdesim, se valla s'ka pasur shumë sa mu Koran me lezu kur kam qenë i ri, e ta që bona 50, e bona 60, joja. Pasha Zotë nuk është arsye ajo. Koran me mësu me lezu. Koran me mësu me lezu. Nëse dënë rruga e gjenetet më të letu. Koran me mësu me lezu. Sepse është muaji i Koranit. E kjo nuk do të të mësu është Ramazan, jo në Ramazan që jeni mësum ti, po më shfërzu Ramazanin që me bindë vetë vetën tane, se unë kam mësu Koran. E tani a belbëzaj të e ledzu, apo arri me mësu mirë që më knaqë hoxha këtë më ngëmu Koranin, kjo është sa të me bëzoti. Por unë kam janis në mësu Koranin. Me sekni një matematik të thjesht, pejgamberi alayhi salatu wassalam për Koran, çka ka thonë? Ikra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafiyan li ashabi. Li sahibi. Lezën e Koranin sepse ai bën shafat ditën e Kiametit. Dhe çka ka thonë ai bekuar? Për të shkruajnë Koranit nga 10 sevape. Për të shkruajnë Koran nga 10 sevape. Unë i kam mbledh. Fatiha, surat Fatiha, i ka 139 shkronja.
çdo shkron nga 10 sevape. E lexon Fatihan herë 10. Për çdo shkron pejgamberi pati ke 10 sevape. Herë 10 bëj 1390 sevape. 1390 në Fatiha me lexu. Surat Baqara i ka 25.500 shkronja. Herë 10 bëjnë 255.000 sevape. Surën Baqara me lexu i ki minimumi 255.000 sevape, sepse pejgamberi për një shkron shpërblesh 10. Duke mos harru se Allahu ja shton, dhe 70, 700, sa të don kujt të don. I tërë Kurani i ka 321.180 shkronja. 321.180 shkronja, si mas një variantë më të fortë. Nëse përpjestojmë me 10, na del 3.200.011.800. 3.211.000. Me bëni hatme. Po nëse bëjnë një hatme në Ramazan, vesh në mujt, herët 12 muaj, i bie 38.541.600 sevape. 38.541.600 sevape. Nëse bën muajt një hatme. 38 milion një vit. Herë 5 vjet, herë 10 vjet. La ilaha illallah. E shëfë sa ngritët robi në Koran. Ne në duke se në të vogla, por kjo minimumi që pagun Allahu për to. Andaj, ta shfryzojmë Ramazanën, ta bindun vetën kry. Ata që bin me lexu Koran, nuk ka amel vepër më të mirë në Ramazan se sa lexim të Koranit. Nuk ka. Po të ishte me e mirë diçka, do ta kishte bërë pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam. Shëqëm biografinë e tina, në Bukharije, në Muslimin, në për libra që shkruajnë për biografinë e tina. Qëre, që ka bën më shumë të në Ramazan? Hat me Koranit. Gjebraili orë çdo Ramazan, dhe me te ka përsërit Koranin krejt. Koran. Koran Ramazan. Ramazan është muaj i Koranit. Në shtëpitë besimtarët nuk bën pas resen. Nuk bën pas resen. Tashmë të televizion, e internet, e YouTube, Koran. Nuk din me lexu, lësho Koranën atje. Dhe na lëngoje. Kur të kish nevojë me dal dikon, preke tak, ose me flajt nale. Thot desh të kryva, e vazhdoj, ku e lash. Do ta bëj një hatme të ndëgju, nëse s'moj, duke lexu. Ndërsa ata që nuk din, mënoni me bind vetë vetën, me fillu me mësu Koran. Nuk ka me diçka që adhurojmë Allahun, më të dashur, sa me Koran. Që liber i tina. Allah i madhruar ka thonë, wa an atlu el Koran, Allahum ka ardhru. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hum ka ardhru Allahu, an atlu el Koran, me lezu Koran. Dhe Allahu ka thonë, inna alladhina yatluna kitab Allah, ata që lexojnë librin Allah, wa aqamu salah, dhe falin namaz. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, lexojnë Koran, falin namaz dhe japin. Më shef në haptasi. Nga jetë që ka dhënë Allahu, yarjuna tijaratan lan tabur, duke shpresu me bëni tregti me Allahu, tregti që është 100% në interes tane. S'ka humbje atë. E vetmja tregti, s'ka humbje është me Allahu. Dhe shumë ajete tjera. Andaj të ndëruar, përgatitemi për këtë muaj Ramazan nga ana psiqike, duke vendosur që të pendohemi te Allah për çdo gjëna. Dhe kjo është këshilla për gjithshme. E mos të harrojmë se në Ramazan e kemi iftarin, për ku për pas tjerave, kur tulimi prit iftarin, është koha kur duaja në kthehet mbrapa. Për tria besën Zotit të në iftar dhe në sëfër,
e që është pjesa e tretë e natës. Për të rria besën Zotit tënë, se kime qëndru në rrugën e tina. Dhe kërko falje të Zotit për çdo gjëna që ke bë. Dhe lutë Allahun krejt që të dëshpirti. Mos gabon me pritu me falë namazet, o musliman. O musliman, namaz do t'jetë çështje e kryer. Në veçanti në Ramazan, namazin me xhamat. Nëse priton ka pak jashtë Ramazanit, në Ramazan obligohet veti. Me xhamat. Sepse mos harrojmë që si mbas shejtërisë së kohës edhe sevapi i punës është më i madh. Shpërblehet më shumë. Sikurse Kurani edhe jashtë Ramazanit e Kur'an. Edhe jashtë Ramazanit është 10 për 1, 10 sevap për një shkrojnë. Por në Ramazan, sevapët shumë fishohen. Namazet travive më spritojnë me falë. Në këtë fundit në ka hini Dembeli. Kër kthehet imami në fund t'jap selam, i gjenë në këtë ceki, Allah është shpërblef, i gjenë në safa, 2 safa, 2 safa, është pras xhamia. Mo musliman, rrin xhami që to. O rrin xhami sepse je namaz, sepse të ngu Kur'an, sepse je lidh me Allahun, sepse me laqet duke u lut për ty. E ku pa shka? Pa haj kallëzëm ku pa shkan? Bën turpën të pe xhamis, po ku pa shkan e vëlla? Në kafe. Pe xhamis në kafe. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: Men qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që falet në Ramazan, ulemat ka thonë është për qëllim për namaz taravive, i falen gjunahet. Me najt me imamin satër në imamin namaz. Kjo është suneti më i mirë. Letja 28, 30 një falë të imamin, 36 i kanë falë në Medinë kohën e Mamalikut. I më falë imamin 36, po me emër të Allahut me të 36 deri në fund. Sepse vend më të mirë, e kohë më të mirë me kalu se sa namaz nuk ka robi. Nuk gjen. Ta shpeshtoj me bu dhikr dhe dua, me përgërtu Allahun sa më shumë. E me lutë Allah me na përmesu gjendjen tonë personale, e të familjeve tona. E mirujtë Allah këta e vlade këtë rini për këtyne fitneve të mëdha, e këtyne sprovave të mëdha, e këtyne sfidave të mëdha që në të ballafaqon këtë zaman. Allah në ruajt min el fitani ma dhahara minha wa batan, për fitneve që duken e nuk duken. Ja Rabbil Alamin, Allahu na forcoft ndihmë. Allahu na mundsof me prit këtë Ramazan. E mi adhan hakun këtij Ramazani. Allahu na mundsof me dal për këtij Ramazani të pasa për gjunaheve, ja Rabbil Alamin. Allahu në lusëm, aja është në qiell e ne jemi në tokë, ai na dëgjon dhe na sheh. Që mos na lën asnjë prej nesh që jemi këtu, pa na fali madhi Allah, e pa na mëshiru. Neve dhe familjet e tona, ja Rabbil Alamin. Allah na mundsoft me bë punë të hajrit, sa të jemi gjallë. E me ik punëve të këqija, e me ndalu punë të këqija. E çka në hadith më bëqerë sa të hajrit, e drynat sherrit. Me ndalu të këqijat. Allahumma amin, Allah na mundsof me tu si musliman. E me vdek si musliman me faqe të bardhë, pa u korrit këtë dynja. Ja Rabbil Alamin, e me dalë para Allahut me faqe të bardhë. Mu taku me ta burrat me dhej. E mu krenu ai pejgamber me neve, alayhi salatu wassalam. Mu krenu me neve. Se jena pastina 15 shekuj, por jetojna sikur se me pasat e këtu. E dojmë ma shumë se vetën tonë, e ma shumë se prindët tonë. E dojmë sunetin e tina, rrugën e tina. E mundohemi në maksimum, me krejt që hakim, me çunë vend e manetin e tina. Ashtu qysh Allah është të knaqur ndaj qysh ka ardhuru. Allah na mundsof bashku me atë burr të madh ditën e Kiametit, ja Rabbil Alamin, e me përfitu pe shefatit tina. Ja Rabbi, e ati që bën shafat e pejgamber, la ilaha illallah, shafatin e ti Allah nuk e kthen. A i na ka premtu neve se shafatin e kam rujtur, se doan tem e kam rujt për Kiamet, e që është shafati për umetin tem. Allah na mësof me pipe i këftherit, ja Rabbil Alamin me pi uj, e mës me u qëtu më kurë për jetë, Zoti jo në madhë, mëshirana, o dhe zana, drejtana, e falna, e qana çdo të mirë, ne në familjet tona, në popullin tonë, vendin tonë, e runa nga çdo e ligë, çdo e keqe, ja Rabbil Alamin, Allahumma amin.
Allahumma amin, Allahumma amin. Zoti din më së miri. Allahu ju shpërbleft, e ju nderoft, e ju gradoft, e ju falt, e ju bekoft, e çdo të mirë trupin e juve qoft, ja Rabbel Alamin. Faleminderit për sabër, e për kohën e për dërim, edhe faleminderit Hoxha Efendi, faleminderit Hoxhallar koleg, e mezhlis, komplet që mezhlisi Bashkisë Islame, këtë Zot ju dashur, faleminderit shumë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.